në kontekstin krejt njerëzor, kardinajt e bëjnë si zgjedhje të një pape. Prandaj, nëse mund të ketë ndonjë që është i fiksuar nga gjërat e botës, pjesa më e madhe do të ketë sigurisht atë frymëzim hynor që me ndërgjegje të japin votën e tyre për të mirën e njerëzimit dhe që kisha të ketë një pris, një lider të cilin me plot të drejtë të quajmë ati i shenjtë. Prandaj ai nuk është i shenjtë në nivelin e shenjtërve që ne i njohim dhe i nderojmë, por megjithatë indikuar nga ajo frymë ungjillore dhe i besuar si pushtet prej Krishtit, i cili Pjetrit ja beson këtë detyrë si papa i parë. Dhe tash po zgjedhin papën e 267 me radhë, që do t'jetë këtë që presim, dhe natyrisht që e gjithë kjo që përbën botën e sotme do të kihet parasysh në mënyrë që ai ti përgjigjet nevojave të kishës dhe botës. Papa Francesku e vizitoi vendi i parë që u vizitua nga Papa Francesku ishte Shqipëria. Tashmë papën e ri që do ta kemi, a mund të jetë ndoshta vizita e parë në Republikën e Kosovës? Apo ndoshta ka mbetur edhe penge Papa Francesku? Vatikani ani pse ka raporte të mira dhe gjithmonë ka qenë pro Kosovës. Ne do donim që vizita e parë sigurisht të jetë vendi ynë, por megjithatë kjo mbaret prej shumë rrethanave. Sigurisht, ka rrethana të ndryshme. Mirë, një prej kardinalëve është përjashtuar, nuk do t'jetë pjesë e konklavës. Është përjashtuar njëri prej tyre, por nuk e kam këtu atë informacion. Janë dy kardinajt të cilët nuk janë përjashtuar, por për shkaqe shëndetësore nuk do të marrin pjesë në konklavë. E kanë kaluar moshën apo shkaqe shëndetësore janë? Shkaqe shëndetësore janë në pyetje, pra janë 135, ndërsa në konklavë marrin pjesë 133 kardinajt që do të votojnë. Dhe në rastin e zgjedhjes së papës, në këtë rast do të duhen 89 vota për të zgjedhur papën. Mirë, me qenë se po ja afrohemi fundit, kush mund të jetë papa i 267 me radhë? Për kënd po flitet apo po komentohet më shumë? A mund të jetë me ngjyrë apo jo? Po e nisi këtë pyetje për juve, zotri Prengaj. Pra, mendimet si thash më herët janë të ndryshme në lidhje me papën e mundshëm, si që fillova të referoj, një pap i cili do t'jetë pap balancues është ish sekretari shtetit apo kryeministri në termet laike i Vatikanit, që është kardinali Parolin, është një diplomat me përvojë të gjerë, ka qenë zëvendës pap, pra sekretari shtetit është një lloj zëvendës pape në termet sekulare, pra në termet e qeverisjes sekulare, jo kishtare, dhe konsiderohet si dikush i cili mund të balancoj dy taboret. Taborin reformist, i cili është në frymën e Papa Franceskut, e që i prin kardinali Tegel i Filipineve, i cili pra ka të njëjtën frymë, ka bërë të njëjtën veprimtari gjatë shërbimit në Filipine, por edhe si dikush i cili ka qenë përgjegjës edhe pranë selisë së Shajt. Po ashtu është një diplomat tjetër i përmasave kështu botërore i nivelit të lartë diplomatik, është Matteo Zuppa, një diplomat i cili tash së fundi ka marrë pjesë në ndërmjetësimin në negociatave në mes të Rusisë dhe Ukrainës për lirimin e të burgosurve të luftës Ukrainas, por ka ndërmjetësuar edhe në Kinë, në posaçërisht pra në emërimin i peshqvit në Kinë, në Macao, një balancim mes pushtetit autoritar dhe pushtetit kishtar gjithësisht të Vatikanit atje. Një tjetër, shumë i rëndësishëm, një kandidat për pap, është patriarku i Jeruzalemit, pra kardinali Pizzaballa, i cili po ashtu është edhe në moshë i ri dhe është i njoftun si reformist. Nga tabori i ashtu quajtur i konservativëve, merren parasysh edhe papët e Afrikës, pra papa i Kongos, kardinali i Kongos, i
i Ganës, të cilët janë më konservativ dhe kanë qenë jo shumë liberal në lidhje bile dhe me tonë kritike ndaj Papa Franceskut. Pastaj janë edhe dy kandidat kardinal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Chicago dhe New Yorku, kardinali i Marseilles. Janë dhe ata konservator apo më liberal të Shteteve të Bashkuara? Njeri është më konservativ, pra kardinali i New Yorkut, i cili thuhet pra në artikuj të ndryshëm që është i afërt me presidentin Trump, kurse kardinali i Chicagos ka qenë i afërt me Franceskun dhe është më reformator, pra në frymën më reformatore. Nuk do të thotë se dhe kardinal tjerë nuk janë pa potencial, posaçërisht kardinali i Maltës, i cili po ashtu ka qenë i afërt me Papa Francesco. Mirë, konservativ apo liberal, sipas jush, kush do t'jetë Papa? Sipas asaj që lexoni dhe pulsi që është ndoshta. Po para, mbase mendoj që edhe fjalën konservativ, edhe fjalën liberal duhet të marrim në kontekstin e një maturie të vlerësimit të këtyre dy termeve, se çka nënkuptoj me to. Prandaj, edhe Papa Francesku ka qenë konservativ në shumë fusha dhe i vendosur, por edhe në aspekte tjera me i hapur përballë gjithë shërbimit papnor që bëri për 12 vite. Dhe në këtë drejtim duhet të jetë natyrisht gjithmonë një autoritet papnor, një person i cili është i hapur përballë sfidave të jetës dhe shoqërisë në përgjithësi. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që nuk do të ndalim të emra të përveçshëm, sepse të gjithë kardinajt që janë konklav me të drejtë vote janë, siç u tha, potencial për të zgjedhur pap, por që megjithatë do të dominoj gjithmonë, si thash një herë, ajo fryma ungjillore që është parim mbi të cilin është ndërtuar kisha e përhapjes së lajmit të gëzueshëm, të mbështetur mbi virtyte dhe dashuri, dhe kjo është ajo që tash 2000 vjetë shoqëron kishën, pa marrë parasysh edhe autoritetin e papës, i cili nuk do të jetë konservativ në atë kontekstin negativ të fjalës, por sigurisht në shërbim të së mirës, e cila duhet t'i ketë edhe ato kufizimet e veta, sepse, si që thotë edhe Shën Pali, pretendojmë që shumë çka mund t'jetë e mirë, por jo gjithçka shërben në të mirë. Qartë. Zotëri Qerkinit, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne në këtë bisedë. Faleminderit edhe juve për ftesë. Gjithashtu dhe juve, zotëri Prenka, faleminderit që jeni bashkuar dhe sot në këtë bisedë dhe po shpresojmë që herën tjetër flasim për papin e ri dhe urojmë të kemi sa më parë një pap të ri. Faleminderit. Kushtrim, faleminderit shumë dhe ty. Merci. Me që shkoha tani për parashikimin e motit. Moti mundësohet nga To You, Tasty Food.